Kurani edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si flasin për amanetin? Në çfarë kontekst e përmendin amanetin dhe çfarë mundemi të përfitojmë ne si besimtar nga këto ajete dhe nga këto hadithet e Resulullahit? Pasi që më thonë këtë tema shumë rëndësi, më thonë gjithsesi edhe Kurani ka fol edhe kësaj teme. Që më do të përmend disa ajete, ta shohim që Allah subhanahu wa taala i ka urdhëruar besimtarët disa vende që emanetet mi çunë në vend. Një ndër ajetet në surën Bekare, kemi ajetin 283, po nëse ndonjëri nga ju ja beson tjetrin një çështje, thotë fel ju eddi, formën urdhërore, thotë Allahu, ne ta kryejë atë emanet për të cilën ju është besu çështja. Kjo është një ndër ajetet që Allah subhanahu wa taala i urdhëron besimtarët që me i kry emanetet me çunë vend. Edhe në formë urdhërore. Kjo domethënë se është obligim. Obligim. Tani pas kësaj pjesës vjen ajeti wal yattaqillaha rabba. Në këtë frikë Zotit subhanahu wa taala, më thon për shkak që ka marrë një detyrë duhet ta kryejë, më thon. Ne të kemë frikë Allah, nga se nëse nuk i ka frikë Zotit, ka mundësi, më thon, që kjo mos frika ndaj Allahut me çu deri tek me thyje, më thon emanetin. Kjo është një ndër ajetet. Një ajet tjetër Allah thot në formën urdhërore, Allah subhanahu wa taala surën Nisa ajetin 58 thot inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah ka urdhëruar, me vërtet Allah ka urdhëruar që me lënë emanetet me çu në vend tek ata personë që janë të tyre. Që meritojnë atë të cilëve ju takon. Ju takon emanetin. Edhe këtu e shohim që Allah po urdhëron që duhet mu kry emanetin. Shkaku i shpallës këtij ajeti është rasti i Osman ibn Talha, i cili ka qenë familja e tij kanë qenë ata që e kanë ruajtur çelësin e Qabës. Dhe pejgamberi sa në ditën kur e ka shiru Mekën u ka kthy, edhe atëherë ka zbrit ky ajeti in Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Gjithashtu në Koran e shohim edhe në surën Mu'minun Allah i përmend disa cilësi të besimtarëve të mirë. Allah thot qad aflaha al-mu'minun. Thot Allah kanë shpëtuar besimtarët. Kush janë ata dhe i numëron Allah disa cilësi se kush janë këta njerëz, me qëllim që ne me marr mësim edhe me ndjek këta mësime. Një ndër veçoritë e këtyre njerëzve të mirë, këtyre besimtarëve të mirë është edhe Allah thot walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Janë ata të cilët më thon emanetin dhe premtimet janë të kujdesshëm. I ruajnë më thon emanetet dhe premtimet. Edhe në fund Allahu këta njerëz më thon ish problem me një xhenet që është i veçantë, xheneti Firdaus. Më thon edhe kjo den shesh nga këto ajete që por me si nuk i xhenet Zoti subhanahu wa taala që është xheneti Firdaus, më thon patjetër ne mi pas këta calcësi. Një ndër ta është edhe çështja e emanetit. Një ndër hadithet që ulemat e hadithit thonë që është hadithi hasan, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata lahu. Nuk ka iman ai cili nuk është, më thon, nuk e ruan amanet, nuk ka i besuar, nuk ka amanet, nuk i besohet. Pa shikoj, më thon, imani është lidh me amanetin. Në momentin që ti më thon amanetin e çon vend, ti i ke disa sifate, disa cilësi këtyre njerëzve që janë besimtar të mirë. Kjo është një ndër hadithe. Hadithi tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam formën urdhërore thotë çoj amanetin për të cilën ti je i ngarkuar, më thon. Edhe thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wala takhun man khanaka. Mos e tradhto atë që të ka të thua, që ndodh shpesh te ne, nëse ai më ka thënë fjalën, po ja kthej, më thon. Për sa për mëson. Po, në të mënyrë, më të keq. Ne besimtar të ngritemi mbi këtë edhe emanetin e çojmë në vend, ndërsa nëse dikush na tradhton, ne nuk e bëjmë atë vepër që ka bërë. Ska si besimtar të mirë. Sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Mekë, ka qenë pejgamber, prapë mushrikët e Mekës shumë amanete ja kanë besuar atij. Domethënë kanë depozituar taj që ai më i ruajt edhe. Edhe pse ata kanë luftuar atë ditë, sa prapë se ka prish, më thon, këtë virtyt, më thon. Ka vazhduar me qenë besnik, më thon, pse ata kanë luftuar atë ditë. Emin, sa është ai që e flet të vërtetën, Emin ai që është besnik, që nuk e tradhton amanetin.